4 vota. Jemi në tjetër ndarje, unë kam informacion pak më të avdëtuar, është Partia Socialiste me 22.157 vota dhe Partia Demokratike me 13.859 vota. Deri tani, Tonin, në bazë të këtij informacionit dhe ndarjes votave, mandatet ndahen 6-4 për Partinë Socialiste, 6 për Partinë Demokratike 4. Mendon se deri në përfundim të procesit qëndrojmë në të njëjtën ndarje mandatesh, apo presim... Për hir të së vërtetës duhet pranojmë se po. Duhet pranojmë se po, megjithse Niko Peleshi her pas here është shprehur se Partia Socialiste do të shkojë tek 7 mandate dhe Partia Demokratike tek 4 mandate. Por 7 me 4 nuk shkojnë dot sot sepse ka ikur një mandat. Edhe një pra, unë po them gjatë gjithë kohës, pra drejtuesi politik i qarkut të Korçës për Partinë Socialiste është shprehur, pra pa filluar procesi i numërimit të votave. Por nisur nga kjo, pra deri në këtë momente dhe deri në fund janë të gjitha gjasat që Partia Socialiste të ruajë numrin 6 të mandateve dhe Partia Demokratike të mbetet tek një mandat me pak nga i zgjedhjeve të vitit 2021 e thënë ndryshe me 4 mandate. Pra janë të gjitha gjasat që mandatet të ndahen 6 për Partinë Socialiste dhe 4 për Partinë Demokratike. Ka qenë e qetë klima në Korçë gjatë gjithë ditës djeshme natën? Absolutisht po. Si po shkon procesi i numërimit në Korçë edhe në Pogradec? Është me të njëjtin ritëm si në Bashkitë e Vogla? Procesi i numërimit, më fal, pranvera, tani që flasim së bashku, pra në orët e para të mëngjesit të sotëm, është ndaluar procesi i votimit, duket edhe vetë numëruesit kanë kërkuar kohë për të pushuar pak, dhe nga ora 08:00 e mëngjesit të sotëm pritet të nisë procesi i votimit në KZZ-t e Korçës, që janë 2 KZZ, në KZZ-n e Maliqit, të Pogradecit, ndërkohë pra edhe të Devollit do të jetë e njëjta gjë në këtë orë. Pra, në këtë momente që flasim për ta përmbledhur, nuk po ecën procesi i numërimit për shkak sepse të gjitha forcat politike kanë kërkuar kohë pushim për numëruesit e tyre. Në orën 08:00 pritet të fillojë dhe ky proces i numërimit për ditën e sotme. Urojmë që të ecë me ritme të shpejta për ta mbyllur këtë proces. Të falenderoj shumë Tonin për informacionet. Ju falenderoj për mbera.